Përshëndetje miq, sot në këtë podcast unë kam nderin të kem një kolegun tim, gazetar, i vjetër në profesion, por ai ndodhet dhe midis gazetarisë dhe letërsisë, edhe si analist politike, mbi të gjitha është mik i mirë dhe është Agim Baçi. Faleminderit punë. Të falenderoj që erdhe. Edhe unë, fakt kam pas të vështirë të shkoja nga foni që njoh në media dhe me foni që merret me këto pjesën tjetër shumë të rëndësishme Me psikologjinë. Po shumë e rëndësishme për shoqërinë, por duket sikur foni shkel rregullat kur merret me psikologjinë. Fakti ka atë, domethënë profesion, por mediat bën dhe këtë, të evidenton ndoshta për shembull sigur dhe unë kur flas për letërsinë ngjaj si diçka e huaj në televizion, por do të thonë se njerëzit janë mësuar të flasësh për politikën, të flasësh për gjërat e shpejta, të flasësh për kronikën, është kjo gjë edhe letërsia apo të psikologjisë të gjërave siç e ke thënë, domethënë i duket një lloj luksi apo sikur ne po bëjmë diçka që nuk shkon atë ditën tonë. Sot të kam ftuar jo për as për politikën, as për gazetarinë, as për letërsinë, e di që do t'i rrotullosh të gjitha bashk. Sot të kam ftuar të bisedojmë për fëmijët. Kam patur edhe pediatër këtu, kam patur edhe mjek të ndryshëm që kemi folur por sot duhet të flasim çfarë bëjmë ne si prindër në lidhje me fëmijët. I jemi me ta, i kuptojmë ata, mendojmë ne se na kuptojnë ata, apo po jetojmë në erra të fuqishme që po ecin dhe ne nuk i kapim dot. Shko, në konceptin klasik kam pas lexuar Senekën, Letra e Lucidit, shumë interesante me ato. Por libri që më tronditi ishte Fernando Savater, një spanjoll që bisedë me Timbir. Dhe tregonte një moment ku miku i tij i mirë ishte tronditur, një profesor që duke dalë me bark me djalin, dhe i thotë që biri im, thotë, domethënë, kjo është një ditë e lumtur për mua, domethënë, çfarë do doja ti? Unë ta do doja të hidhja në det të mbysja këtu. Dhe i tronditet. Tronditet me drejt. Ç'është kjo? Ç'është kjo, domethënë, unë po i them një dëshirë shumë të madhe, ky më thotë. Edhe më vonë thotë u deshu, morëm një parkohet gjatë me këtë dhe kuptoj që kjo ishte revolta e mos kuptuarit të tij nga jati, që vetëm e urdhëronte dhe se kishte dëgjuar kurrë, nuk e kishte parë në atë botën që kishte nevojë të fliste, dhe kaq shumë ishin distancuar ata të dy, sa e vetmja gjë që mund ta argëtonte të birin e vogël, 6 vjeç, 7 vjeç, apo më shumë, s'mbaj mend tamam moshën, po diçka e tillë domethënë ke. Edhe ideja e tij ishte që do gëzohej po ta hidhte babain. Dhe ky ishte moment kthese. Domethënë, dhe ndonjëherë nuk ka nevojë të shkojmë ke kjo pika fundore për të kuptuar që kemi gabuar kaq shumë. Do t'i bëjmë ca pyetje vetes shumë më parë. Domethënë, pra, dim ne të flasim sot për shembull me fëmijët? Kjo është pyetje kur unë e bëj, pak veta dim përgjigjen. I kemi të lehtë t'i fajsojmë, po e kemi të vështirë t'i kuptojmë. Harrojmë që janë një brez i rrezikuar nga droga më e madhe në botë është fama. Është një gjë që ka hutuar të rriturit, jo më fëmijë. Nuk është kokainë, nuk është fare, është fama. Dhe ne kemi parë se ç'bëjnë fëmijët për famë. Fama shkakton bullizmin. Edhe të rriturit, edhe të rriturit. Po fëmijët kanë një peshë shumë të madhe sepse shkakton bullizmin, shkakton urrëtitjen, shkakton gjëra të cilat kanë pasoja të pafundme në jetën tonë. Është janë lajket, është seksualizimi i thellë i shoqërisë dhe a di ti fonin për çfarë më shqetësuar? Fëmijët e sotëm po humbin një nga magjitë më të jashtëzakonshme që ka njeriu në jetë, miqt. Dhe fëmijë sot, domethënë moshë e vogël, 10, 12, 13, 15, nuk e shikojnë më komshiun apo komshien, shokun e lagjes apo shokun e bankës, shoqin e bankës, si diçka që mund ta bëjmë mik, që është një nga pasuritë më të mëdha në jetë, që ti me të bisedon, funksionon, ndërron, bën hapa. Jo, e shikojnë seksualisht. Dhe kjo rrezikon të thyej një nga gjërat që për mua është pasuri e jashtëzakonshme, të paturit mik. Ndoshta kështu kemi patur dhe ne, po se kemi patur aq të shprehur. Ne mund të kemi ndryruar, po si kemi thyer kurrë barrierat. Dhe kemi kuptuar që ka qenë një pasuri shumë e madhe. Ndoshta liria është bërë më e madhe. Liria është përgjegjësi, nuk është anarki. Kto e kuptojnë si anarshi. Liria do të thotë të marrësh përgjegjësi për veprimet e tua. Kjo lidhet dhe me atë që unë e ti e kemi hasur për ditë. A di pse shumë njerëz e kanë frikë lirinë? Se marrin përgjegjësi për vendimet e veta. Dhe prandaj justifikohen që
S'munda unë, se e kisha shumë të keq drejtorin, shefin, ministrin, kryeministrin, ishin shumë të qi, shumë të poshtër, shumë të dhunshëm, dhe unë nuk refuzoja dot. E ka një justifikim. Njeriu e ka lirinë në dorë vet. Është justifikim. Prandaj dhe është kjo ideja që to janë më të lirë. Jo, këta lirinë e keq kuptojnë, liria është përgjegjësi, nuk është anarki. Liria është për të marrësh përgjegjësi për veprimet e tua, për vendimet e tua. Okej. Po vem në moshat e vogla. Sipas jush, kush ndikon më shumë te fëmijët? Nëna apo babai në edukimin e tyre? Të dy në llojin e vet. Pa i ndar dot, nuk i vet dot pesh. Nëna është dashuri, babai është përgjegjësi. Nëna të mëson me çdo cep të kësaj dhunjaje, babai të mëson me një drejtim të fortë, do të jep një lloj arti, po nuk është atë, se mund ta japi dhe mamaja, mund ta ketë të gjë dhe babai mund të jetë i butë dhe të bëj një veprim krejt tjetër, po them përgjithsisht ato që ti e di shumë mirë se i përket psikologjisë, domethënë në raportin e të marrit një shembulli, ne duhet të jemi shembull. Jo më larg se dje një bir i vogël më thoshte unë nëse bërtas në herë është se e kam mësuar nga ty. Çfarë ti the? Po më thoshte fiks leksionin e jetës. Ne jemi shembull për ta. Po, fëmijët imitojnë. Kjo është e padiskutueshme. Jo, bai është edhe i rritur, ka edhe manipulimin, sepse janë edhe manipulator, kur duhet me ndalen nga situata, thotë po unë e bëra se unë ty të kam parë. Dhe unë i thash që e justifikoj me njëherë veten? Por unë jam babai yt dhe ndoshta edhe kur e kam gabim mund të kem drejt, por ama e përbashkëta mes meje dhe teje është ajo që mua s'ka shkuar mend kur që mund t'i bërtas ti meti. Ose ti ngre zëri. Dhe ky ishte një debat i gjatë mes meje dhe atij për të kuptuar këtë lloj gjëje. Po në fakt, pastaj vjen më shoj e thotë që kur mos bëj krahasime, jeni breza të ndryshëm. Dhe unë e bëj këtë debat, po them, për ditë kur flas për këtë shqetësim. Flas se unë e kam bashkëtuar me dy djemt të mi, pothuajse për ditë, dhe kam kuptuar që hap pas hapi jam rrit dhunë me ta. Ne duhet të rritim me fëmijët tanë, duhet të kuptojmë kohën që jetojnë. Ç'më ndon nëse nuk janë unison nëna dhe babai në edukimin e fëmijëve? Nëse babai i kritikon apo bëhet ai zëri i ashpër, ose nëna në një krah mund të jetë ajo e ashpër dhe babai të bëjë të butin, i prishim apo i rregullojmë fëmijët? Duhet një koordinim, por që asnjëri, as babai as mamaja mos i ulin në autoritetin njëri tjetrit apo ti thon të kundërt në asaj, për shembull që kur ikën dikush, duhet të jenë në një zë. Po duhet të mbajnë një për të ruajtur dinjitetin e fëmijës, sepse nëse ai shef thyrje, kërcitje, ai e shfrytëzon këtë, sepse nuk e ka vetë dijen, manipulon me këtë gjë. Nëse shikon që nuk shkon mirë ky koordinim. Kështu që mendoj që fillimisht çifti burrë e grua duhet bind dakord për disa gjëra, se ku njëri duhet të tolerojë, mos i bërtasin të dy në njëjtën kohë, ose mos ta tolerojnë të dy në njëjtën kohë. Për shembull, por ama do të citoj një psikolog që e kam shumë qejf, një Nikos Sideris, profesor, është grek me origjinë, jep në Londër. Ai ka një libër shumë interesant, thotë fëmijët nuk kanë nevojë për psikolog, kanë nevojë për prindër. Dhe ajo që i kërkon prindërve është mos dorëzoni kurrë. Mos jeni ju të parë që ikni, mos jeni të parë që mbyllni derën për një fëmijë. Mos jeni të parë që braktisni fëmijën. Ju jeni të fundit që mund ta bëni këtë. Nuk ka psikolog në botë që mund t'i afrohet asaj që mund bëj një prind. Më pëlqen shumë, domethënë ajo përgjegjësia që duhet të ketë një prind në raportin e asaj që kurrë nuk duhet të shkojë mendja që ta braktisë gjë. Sipas jush, të gjithë ata që janë bërë me fëmijë janë prindër? Është profesion i vështirë, nuk është i lehtë. Po nuk i fajsojmë dot të gjithë, kemi përgjegjësi të gjithë, por mund mos ketë mundësinë prindi që ta artikuloj si të gjithë tjerët, por padyshim që mirësia është gjumë vete dhe kjo më mjafton. Ne nuk themi që të jenë gjithë profesorë që ta artikulojnë. Nuk themi as gjithë që të bëjnë filozofi, as psikologji, as sociologji. Por dashurinë ama e kanë. Nuk ka nevojë për shumë shkolla dashuria. Sigurisht. Apo jo. Mund të kesh katër diploma, mund mos kesh dashuri dhe fëmia këtë e kupton, dhe mund të kesh shumë dashuri se gjyshit tan nuk është se kanë qenë shkolluar në Harvard, në Oxford, Cambridge. Na ka mësuar me dashurinë e fortë, me respektin për këtë gjë, domethënë, dhe kur kthejmë kokën pas, kuptojmë se çfarë pasurie ka qenë të mësuar me tyre. Për shembull, unë shpesh u them shumë prindërve që folin fëmijët për gjyshrit. Folin për tjerët, se nëse nuk i flet ti me dashuri, ku do ta mësoj? Ku do ta mësoj? Nëse nuk i flasim ne me dashuri, ne jemi përgjegjësia e madhe për të folur me dashuri.
sipas jush, ju jeni prind ashtu si dhe unë. Pjesa më delikate, kur mendon është nga 0 në 6 apo më tej 10 vjeç, kur mendon që është pjesa më e rëndësishme që duhet të t'i më afër fëmijës? Ka ndonjë sipas jush, sipas asaj që ti mendon? Shiko, domethënë unë jam rrethuar atyre debateve psikologëve, disa thonë për shembull që sa vjeç është fëmia 5 vjeç, o që ke vonë, çka ka pas për të mësuar, e ka mësuar. Për formimin e karakterit. Po, por unë mendoj që çdo ditë ka ato të veta. Domethënë, sidomos sot, po të kemi parasysh ngjarjen më të fundit, po të marrim në Vjenë, po lexoja se si i biri i bëri një video mamas para se të ndodhte ato braset që bëri në dhën dhe pse ishte për shkak të bullizmit, për shkak se mendonte se kishin kuptuar. Jati ishte larg, domethënë i divorcuar, e ama ndoshta se kishte kuptuar, i çon një video dhe merr jetën e tjerëve për shkak se ishte bullizuar, të qendrit i bullizuar në një pikë. Dhe puna është që sa prindër kujdesen për të parë ndryshimin e humorit të fëmijës. Sa shkojnë për ta tokëzuar? Unë kam patur rastin të kem klient tani në moshë madhore, 20 ca vjeçar, dhe kur flasin thonë, mua më kanë bullizuar që të vogël. Vija i shëndosh, vija topolak, dhe më bullizon, nuk më menin lojrat e çunave në klasës, nuk më vinin as te me gjithë se unë përpiqesh të isha nxënës i mirë. Dhe kam ndruar gati 2-3 shkolla, sepse s'kishte ç'bënte edhe mamaja. Kudo që shkojnë ndodhte e njëjta këngë dhe e njëjta valle atje. Ata ndodheshin sikur i kishin mësuar të gjithë, silleshin kështu me mua. Dhe këtë bullizim, edhe të tjera të faktorit familjar, e bindi atë në një vështirësi shumë të madhe. 26-27 vjeç, ai nuk gjende dot veten e tij në jetë. Kishte shumë pikpyetje, shumë halle, shumë gjëra dhe pas terapisë sigurisht kuptoj se ku i pikonte, ku i rrithte ajo. Vetvete. Jo, ne bëjmë një terapi tjetër, bëjmë një terapi që kam një vit e ca që e ushtroj atë. Është një terapi që ne e quajmë të vetë prindërohesh. Domethënë, arrin në një fazë të caktuar që ti i kupton, sigurisht pas rrëfimeve të tua dhe mendimin ton, ti arrin të kuptosh që nuk është bërë si duhet ai prindërim, për shkaqe të ndryshme. Por nuk është bërë. A mund ta ndryshojmë? Po. Mund ta ndryshojmë pavarësisht se jemi në një moshë të madhe dhe do të thosh aty se idhem nga një sferë në tjetrën, kam patur një zonjë, ajo ishte një 53-54 vjeçe, e suksesshme në biznesin në punën e saj. Ajo ka ardhur në terapi vetëm për fjalën për të mësuar të thoshte jo. Jo, nuk thoshte dot jo. E kishin mësuar, domethënë rritur nga gjyshja, me një kujdes të jashtëzakonshëm, shumë edukuar, shumë zonjë në të gjitha pikpamjet, nuk thoshte dot jo. Dhe fitoria më e madhe kur filloi të thoshte jo, të kundërshtonte. Pra, ajo që thatë ju, rrogu një adrenalin të këtë tjetër, dhe kuptoj që ajo që thatë ju që njeriu hap pas hapi edhe ndryshon. Çka më ka bërë përshtypje në një bisedë me një person që do të vjen nga psikologjia dhe shumë dhe tha një tokë fjalë shumë interesante. Shumë fëmijë tha, ndoshta do të biri vogël për shkakun, vuan nga një boshllok inkurajimesh që i ka munguar, pra, do të thënë është i përplotësuar me inkurajim. Nuk e kisha fjalën për shumë thjesht për mua, po në raportet dhe më kujtua që ai pak a shumë po vuan një në gjë si unë, dy fjalë, kur isha i vogël që duke qenë shumë i lëvizshëm, më si i lëvizshëm. Çdo gjë që bëj në lagjin time, fillimisht kur ishte gjë e keqe, pyetesha a kisha qenë unë i pranishëm apo jo. Po. Dhe këtë ja shpjegoj edhe ti mbiri, që ti do vuash lëvizjen tënde edhe për gjërat që ti nuk i bën, sepse ky është koncepti i opinionit dhe diskutojmë pikërisht këtë gjë. Dhe por nëse unë kam pas një avantazh të madh, për shembull që lexoja, dhe leximi më jep një botë paralele dhe unë nuk shqetësohesha fare çfarë mendonte gjithë dynjaja, se ekzistonte hiç për mua, domethënë kisha mendjen çfarë zgjidhje do i jepja personazhit e koka ime, domethënë kisha. Problemi është se ai nuk lexon si unë, ose për shembull ky brez nuk lexon dhe nuk ka kutitë imagjinatën. Dhe ti pa imagjinatë ke të vështirë shumë ta kapërcesh botën. Se imagjinata është varka që ty në çdo moment të vjen ndihmë dhe të kapërcesh të gjë. Dhe pse është ky brez kaq problematik në komunikim? Se s'ka imagjinatë.
Mos të harrojmë që kemi dhënë një armik në dorë, kanë celularët në dorë. Po pra, i ka marrë ai në dorë prindërimin, e ka marrë ai në dorë navigimin, e ka marrë ai në dorë imagjinatën. Po ne ku jemi? Se njeriu, siç thot Borgesi që nga gjitha shpiket që ka bërë thot njeriu, padyshim thotë që libri është më i manitshëm, se thot telefoni është zgjatimi i zërit, teleskopi është domethënë zgjatimi i vështrimit. Parmenda dhe shpata janë zgjatimi i krahut. Vetëm libri thotë është zgjatimi i imagjinatës dhe kujtesës. Në çfarë është njeriu pa imagjinatë dhe kujtesë? Nëse ne vendosim që aparati do mendojë për ne, domethënë do mbetemi pa reagime dhe kjo ti e di shumë mirë se ti je në këtë fushë, ti e di që kjo i bën nervoz. Sa më e madhe fëmijëve janë nervoz me njëri tjetrin, me prindërit për shkak se shpejtësia me cilën vijon celulari, kam lexuar shumë për këtë gjë, u tërheq gjithë vëmendjen dhe i bën ata të padurueshëm sepse vetë rrisat mbarojnë shumë shpejt. Dhe ai nuk ka kohë të dëgjojë, nuk gjen sot të dëgjojë një fëmijë, të dëgjojë gjatë. Është e çuditshme kjo që të thotim, unë sot te vurarem më erdhi një zonjë aty ku bëja intervistat, thamë të falenderoj shumë ta i ndjek ato që vedh ti në Instagram ato të tash po ajo ka një link që duhet vesh të shikosh videon. Oh, kush ka kohë të shikoj videon, ta video është e gjatë 7 minuta, unë e dua 30 sekonda. Po s'kupton gjë. Ti gjykon një gjë fare të vogël kur unë kam sqaruar shumë e shumë gjëra, por unë e hedh aty për të tërhequr vëmendjen. Dhe pikërisht ajo që thatë ju, që të tërheqim vëmendje me ato dhe thonë që kështu është, si është thënë këtu. Dhe u mbetet në kokë ajo. Është shumë e vështirë të shplash trurin e të vënë një gjë tjetër në trurin. Ajo që bën ti është një lloj grepi, po kap gjithmonë më pak peshk këtu aty që të shkojë deri ajo tepsia e madhe e mendimit që ti ke hedhur aty. Edhe kjo mendoj që është dhe ne kemi humbur betejën si brez me fëmijët për celularin. Fatkeqësisht. Ne ka fituar celularin, na ka mundur. Po do ta pranojmë, jemi të mundur. Jemi fajtor. Nuk e di sepse shpesh herë kur kthehemi pas edhe bisedojmë me ti me shoqë, them që ndoshta edhe ne po të ishim në kohën tonë, mund të ishim mutuar kaq shumë. Nuk e përjashtoj këtë gjë dhe e konsideroj fat leximin. Çështja është që ne duhet të gjejmë mënyra për të biseduar me fëmijët. Duhet të gjejmë mënyra për të gjetur atyre, për t'i njohur, për të na njohur dhe për t'i njohur. Se do vi, do martohet dhe nuk do iki pa të njohur. Do iki pa të njohur fare. Të ka baba biologjikisht, por nuk të ka mik, nuk ka shok, nuk ka bashkëbisedues. Se unë e them, ne nuk jemi miq të mirë të fëmijëve. Por ne jemi ata të cilët nuk i barafisim kurrë, dhe këtë duhet t'ia bëjmë ditur, sepse ata do ta dinë që ne nuk i po kur s'ja ke thënë kurrë, kur s'ke ditur t'ia thuash kurrë, kur nuk i ke thënë arsyet pse e do fort, domethënë, si do të dëgjoj. Dhe këtu them unë që duhet të gjejmë zgjidhje. Për shembull, unë shpesh herë bëj një, domethënë, për vite me radhë kam bërë një taktikë që marrim makinën, ikim diku, lëm celularet dhe shëtisim për të biseduar dhe për të dialoguar dhe për të nxjerrë ato problemet. Dhe unë them që ka gjithmonë mënyra, nuk kemi të dorëzohemi, ka gjithmonë mënyra për të gjetur një zgjidhje, ka vetëm një rrugë. Flit me ta. Nuk po them që unë vetë jam i përkryer, se nuk kanë kaluar këto fazat ndonjëherë që ta shmang këtë gjë. Por në thelb e di që kjo është arma më e vetme që ka fitim. Nëse ti gjen rrugën, gjen kurajën, tulesh të flasësh. Nganjëherë ne i quajmë, pavarësisht se ata rriten, i quajmë se janë të vegjël dhe nuk duhet të flasim hapur. Ja lëmë me nënkuptime, nuk arrim dot, ndoshta ata na kalojnë shumë përpara. Dhe kur hapet një bisedë thotë, "Ri o babse, nuk merr vesh ti, ri, nuk i di ti këto, ri atje." Sepse ndoshta ti nuk di një fjalë të re që është ose një term të ri që e përdorin, që duhet të jesh cool, duhet të jesh me këta, të jesh hapasapi në anglishtën e tyre. Por unë mendoj që një pikë e bukur, kam bërë dhe video për këtë, është çasti kur han bukë. Çasti kur han bukë është një momentet më të mira, jo kur shikojmë televizor, në çastet kur han bukë mund të hapet një bisedë. Por me aq sa mund të hapet. Është foni, por kemi parasysh një gjë. Janë fëmijë në një bullizim të gjithanshëm dhe ne i dukemi ndryshe. Ata nuk, për shembull, kur bisedoja me Timbir të Boglin, po ta marr konkretisht, bëm tek shkolla kur ishte, domethënë tek rruga Fortuze dhe te Derada, kishte një domethënë ne i themi fëmijë me hapësi ndryshe, pra, dhe bëm filme me metrash shkurtër, madje ke Top Channel e kemi. Dhe pashë fëmijët ndryshuan, po kur
vazhduam bisedën për të thënë që Marin do të bëjmë dhe filma tjerë. A themi gjë më mëna. Ti nuk e kupto fare brezin tim. I thash po ma shpjego më po. Po brezin vetëm tallet ta. Shokët e mi që ato që të bëjmë, ta do tallet. Po më thash, ky nuk është argument. Edhe Einsteini kur shpiku formulat e veta, shokët e vet tash tallesh me të, po sot kush ka drejtë, Einsteini apo shokët e vet? Pra, koncepti shumë mirë, po do të debat të përditshëm, sepse ata janë në presionin e moshës tyre dhe është e trisht për shembull që ata nuk dinë në gjë inkurioze, ata kanë vetëm talljen si objekt, po tallja është dehumane. Dhe ti më thua mua 26, po mund të bëhet 56 dhe mund mos ta kapërcej ai që ke takuar. Sepse tallja të dehumanizon, të zbraz. Ne duhet të jemi mbushja shpirtërore e tyre, që mos ndjen kurrë të zbrazur, se po ndjen të zbrazur, ata nuk do të duan asgjë. Dhe për mua ka një problem shumë të madh. Qose i rrisin fëmijë pa dashuri. S'kemi pse u kërkojmë atyre të na kthejnë këtë gjë, pastaj edhe ta bëjnë mirë për këtë vend, bëjnë mirë për ne. Kuptoj. Duke parë, mos u masim fuqinë e madhe që ka televizori në shtëpi. Është një kuti që pak a shumë i mbledh të gjithë. Shikojmë emisione të formateve të ndryshme, që kanë në fokusin e tyre të rinj të zgjedhur eklektik për t'i futur në brenda atyre, nuk përfaqësojnë gjithë rinin, ta them nuk përfaqësojnë, po një pjesë të caktuar. Dhe aty mendoj unë që në mënyrë artificiale u bëhet një pompozitet, u bëhet një shtytje atyre dhe i ngrën i bën idhuj se kështu duhet të jemi, dhe rinë në një moment caktuar fëmijët tanë dhe thot, pse duhet unë të studioj, të ri pa gjumë, të bëj këto, kur me 20.000 apo 30.000 euro që mund t'i gjesh, të vetë të bëj 2 operacione, të rregulloj unën, të rregulloj bustin tim, të rregulloj këto, dhe ja ku bëra e famshme, më duan të gjithë, më afrohen të gjithë, më nxjerrin televizor të gjithë dhe u bëra dikushi. Kurse kështu unë do të jem një nënpunëse diku në një institucion, nëse do jem në një institucion, dhe do ta marr vesh njëri se ekzistova në këtë botë. Dua dhe unë të bëhem i famshëm si gjithë të tjerë, të famë duam të gjithë. Qose ke menduar që të jetosh deri 30 vjeç. Pra, duhet t'ia shpjegojmë atyre që kjo botë e egër të zëvendëson me shpejtësi marrëmendse se nuk ka të bëjë me vlerat, kurse ajo që shkon te vlerat nuk ka më moshë. Domethënë, është detyra jonë pra t'i tregojmë raportin e të shkuarit me dinjitet të diçka, jo i varur nga lajket, jo i varur nga fama, po i varur nga vetja. Këtu do të pyes diçka tjetër. Pikrisht ne ndodhemi përballë këtyre ligjeve që janë kokëforta mbi ato që thua ti them unë tani. Po. Kjo është jeta reale. Ajo ose ata i me bi apo i mbir apo fëmijët e tu shikojnë gjë konkrete. Ai thot vjen një cop dru. Është i pamshëm, ka bërë tatuazhe, është trup i bukur, ka bërë palestër, e marrin e ftojnë për emisione, bëhet dikush i merr like, drejton emisione, bëhet arrin të ketë mira para. Unë i shkreti që ti që më ke mësuar o baba, o budalla, ta thot dhe këtë se kanë problem, ti më ke shtypur mua duke lexuar, dhe ç'nxora unë jetë, do vete të marr një rrogë atje, 200.000 lekë, 300.000 lekë, ose hajde maksimumi do marr 800.000 lekë në rastin më të mirë. E di që mund të jetë cinizmi. Kësaj ç'ti thua? Cinizmi mund të jetë që unë e ti në këtë profesion mund të detyrojnë që puna t'i bëjmë intervistë këtyre personave. Dhe atë t'ia shpjegojmë fëmijëve që ajo është çështje pure, se mund të shikojnë ty edhe mua, por shkak të punës, duke shkuar më i marr intervistë. Dhe i bie edhe ajo aureola e konceptit që ti ke thënë për dijen, ndërkohë ke shkuar më marr këtë. Pra, është shumë delikate në këtë pikë, por të po them. Domethënë, pra, është delikat për ne, është delikat për fëmijët. Është shumë delikate. Problemi është në këtë betejë, ne duhet të përpiqemi më shumë. Duhet të përpiqemi të flasim me tyre sepse unë kam bindje absolute. Nëse ne i mësojmë fëmijët me dashuri, domethënë nëse ne i mësojmë të janë të drejtë, do ta mësojnë të keqen në jetë. Por nëse ne i mësojmë të keqen të mirën, do ta mësojnë kurrë. Domethënë, ne do t'u japim raportin më të mirë, që të jenë dinjitos për vetën e tyre. Unë nuk e që asnjë presje nga ato që thua ti, me ty jam 100%. Por kur ne shikojmë, kthehemi përsëri te televizioni dhe forca e madhe që ka televizioni. Po heqim celularin për një çast. Dhe po të shikosh në prime time në zonën kryesore, për shembull në orën 9 deri në orën 11, pothuajse shumica e televizioneve kryesore, s'ka rëndësi janë kombëtare, ka debate politike. Janë të mbushur me politikë. Nuk flet njeri për të rinj. Nuk flet njeri për fëmijët, nuk flet njeri. E kanë të mbushur vetëm me këto. Si mund ta çash këtë barrierë, këtë mur kaq të madh? Dhe ti thuash atyre që drejtojnë, "Ore, bëjmë një temë për fëmijët." A ç'na çan kokën ti?
këtu po flitet për politikë. Megjithatë, nuk do thotë që nuk ka rrugë. Do të thënë, unë mendoj që siç përdoret media sociale nga ata që duan ta zhbëjnë, mund ta përdorim edhe ne për atë që bëhet. Do të thënë, nëse as ne, do të thënë në hapësirat tona dhe për shkak se vendos marketingu, dhe vendosin klikimet, vendosin like-et dhe vendos ekonomia dhe ti nuk mund të jesh ai, do të thënë, Që të urdhërosh ti atje. që të urdhërosh ata cilët mund të pengojnë ekonominë e shumë familjeve, që s'na pengon ne që dritaret tona ti përdorim për gjëra të cilat vlen. Dhe unë mendoj që këtu duhet të bëjmë aleancë më të madhe, domethënë duhet të jetë një aleancë prindërore e më e madhe, shumë më e madhe, që të këmbgul pikërisht në këto kuptime. Sepse vim përsëri, sepse shikojmë tubime ose shoqëri civile, siç quhen, sa janë me mira OIF që kemi këtu, do interesojnë për lulet, për luleshtrydhet, ku dëgjojnë, për lumenjt, për raket, për shumë të mira janë. Për këto nuk flet njëri. Shiko punë. Domethënë dëshira ime për të ardhur për të folur me ty është, domethënë ai respekti që kam pasur gjithmonë, ke mundur të mbash atë këndin tënd të gjërave dhe nuk e tunduar. Mund të ishe tunduar, e ke pas mundësinë. Mua më pëlqen kjo lloj këmbgulje që edhe ku ka tundim për famë, për televizje të tjera, për të bërë gjëra, ruan njeriu atë këndin e vet dhe mendon çfarë është mirë për të, çfarë e bën të ndihet mirë. Jo thjesht në kuptimin banal çfarë është mirë për mua, por çfarë më bën të ndihem mirë dhe ku mund të jap një lloj kontributi. Dhe unë them që ne të dy të paktën mund të jemi nga ata prindër që nuk duhet të justifikohemi pse nuk bëhet. Ne mund të jemi nga ata që kemi promotor për shkak të hapësirës që kemi, domethënë në rrjetet tona, në hapësirat ku flasim, që ti themi, domethënë i gjem të hapësirë, pse për shembull ne mund të kishim folur sot për politikë që unë mund ta kem më kollaj. Mund të kishim folur padyshim për letësi, domethënë që do të ishte një nga ato biseda që më pëlqen shumë. Të thash ty për fëmijët sepse mendoj që të kam parë, domethënë, shqetësimet e tua, kam parë videot për të cilat ti e marr, gjuhën e trupit, gjuhën e komunikimit me të cilën ti ke folur. Dhe mendova që kjo është një gjë që ja vlen ta flasim ne për fëmijët sepse ata kanë shumë nevojë, nëse ne gjyshit me prindit tanë kanë pasur një hendek kaq, ne me prindit kaq, ata me ne kanë shumë sepse është futur televizioni siç the ti, është futur interneti, janë futur videot, janë futur gjitha këto. Dhe kjo na bën ne që të jemi më të vëmendshëm ndaj tyre, se nuk është problemi thjesht punës, është problemi sa njerëz do janë. Nëse nuk ja themi këtë gjë, ne kemi humbur ato. Do të them një rast shumë të freskët. Unë nuk punoj me të rinjt që janë përdorues të lëndëve narkotike. Nuk punoj unë. Nuk është ajo, digam. Po me që më lut dikush një orë aman, i thash mirë, le të vi. Erdhi disa seanca, po ata kanë ato problemet e tyre, vinë duken sikur duan të përmirësojnë, pastaj shkëputen, një proces shumë i gjatë. Se duhet detoksifikim, duhet një gjëra. Një ditë mora në telefon, pse po vononte për të ardhur, dhe e ngre telefonin jati, është në dush. Dhe përfitoj nga rasti, thotë, si po shkon djali? Ne po përpiqem, i thash, është e vështirë, është shumë e vështirë. Do duhet vite punë nga ai dhe nga mua. I thash unë, nëse do ta lëm këtu, nëse do të shkosh me tjerë, tjetër problem. Po si arriti kjo punë kështu? Më gjeti ngushtë, dhe unë ndoshta u shpreha çik ashpër, i thash, këtë pyetje do ta bëje 25 vjet përpara, ja tani që është 30 vjeç djali. U ture paras, ju ture punës, e le djalin edhe ja plotësove të gjitha, se djali më thoshte që s'më ka lënë gjithë babi pa plotësuar, të gjitha. Dhe në këtë fazë nuk po të tregoj unë se jam më i zgjuar se ty. Patë fatin e keq që mori atë rrugë. Po si t'ja bëjmë, duhet shumë punë nga ai. Ndoshta ai u prek nga kjo fjalë dhe nuk ra më telefoni im dhe nuk erdhi më ai djalë, po çrëndsi ka. I uroj të mira atje ku të jetë dhe jetë lumtur. Por është e vështirë, sepse duhet të thënë dhe kjo, që ne shpesh rendim pas paras. Rendim pas paras dhe harrojmë fëmijët tanë. Ky momenti që ke folur bashkë me të prind, nuk ka qenë momenti i paras, ka qenë pa fuqia për të pranuar ai të vërtetën. Dëshirimi fillon nga ai që të pranojë të vërtetën. Kur pranojmë që kemi gabuar, kemi shumë më të lehtë se sa kur nuk e pranojmë akoma. Dhe mosardhja e tij nuk ka qenë fajt birit, ka qenë fajt jatit. Nuk e ka pranuar. Të dy ishin fajtorë. Ishin fajtorë të Po gjithë. flasim për atë të cilën ti ke telefonuar dhe ke thënë të vërtetën.
ai u godit aq shumë sa nuk e prisja atë, se thoshte që unë do të mbaja me fjalë të mira. Jo zemër, ne nuk vim për të thënë fjalë të mira. Unë ose të gjithë kolegët e mi psikolog thonë atë që s'ja thua dot vetes. Po patjetër, se para ne shkon te Ne psikologu. të themi atë që ti nuk ja thua dot vetes. Dhe kjo është duhet parë e drejt e vërteta në sy. Por Të dhëm. ama. Prindi, se ti je psikologu dhe u flet me këtë lloj gjuhë dhe shumë mirë bën. Prindi në thelb, nga çfarë do që thotë nuk duhet smang dashuri. Pra t'ja thot me dashuri. Dhe kur kritikojmë, duhet t'i themi me dashuri që tjetri të ketë arsye të na dëgjojë. Pra, kur thash tok fjalëshi thënë mungesë inkurajimesh, nënkupton që ne gabojmë, që nuk dim, ti inkurajojmë, ti flasim. Ne nuk dim. Shkolla ka shku vetëm arsim, nuk është më edukim. Nuk bisedojnë më. Bullizim kanë, presion kanë, telefonin e kanë. Seksualizmi është i thellë. Çdo gjë është, domethënë, të tillë në raportin pornografisë të gjitha janë. Pra, janë shumë të rrezikuar, duhet t'i kuptojmë. Janë brezë të merrsisht të rrezikuar. Dhe ne duhet jemi më shumë me ta. Ata kanë nevojë për ne më shumë. Ata janë shpirtë të brisht, kanë nevojë të merrsisht. Ta dinë që nuk mund të rrezohen, ta dinë që kanë një dorë që është drejt tyre, dhe çdo që të ndodh, duhet i zgjatin asaj dore. Nëse humbte lidhje, se nuk them që nuk e ka bëj. Turqit kanë një shprehje që thonë që nëse njeriu nuk luaj mend atëherë kur ja falin, do luaj atëherë kur s'ja falin, dhe kushton shtrenjtë. Dhe ti asnjë nga prindë nuk ka leverdi ta shikoj fëmijën e vet 40 vjeç adoleshent, as 50. Do t'i bëj në fëmijërinë e vet. Por sa kemi në fuqi ta shikojmë këtë gjë? Kam një rezervë te nënat më shumë. Shpesh shikoj një kujdes të jashtëzakonshëm. Dhe duhet të them që nga përvoja ime, nuk po flas, ju keni tuajin personale. Shpesh fëmijët marrin një rrugë të keqe apo rrugë jo të mirë fal mamas. Ose e marrin të shkëlqyer fal mamas. Po thua ti dhe babaj. Unë po i vë në gjithë edukimin po i vë 75-80% i lë nënës dhe 20% i lë babait. Nga përvoja ime. Padyshim që nëna është ajo që i përmbledh gjitha. Kështu mendoj. Nëna është ajo që i përmbledh gjithë raportet. Edhe ka fuqi padyshim, ka fuqi të jashtëzakonshme. Se nëse shpesh babait i mbetet autoriteti, mamaja është ajo që e bën të gjithën këtë. Dhe sekretet i di mamaja. Përpara se të marrë vesh babait. Sekretet s'ka nevojë fare sepse i kupton me sy, se njeh reagimin e fëmijëve, njeh mënyrën si reagon, mërzitjen, domethënë gëzimin e kot, zemrimin e kot, ndryshimin e humorit. Mamat kuptojnë, kanë instinkt, vetë gratë kanë instinkt më shumë se sa burrat. Pra e kuptojnë këtë gjëje. Sepse e jap si leksion këtë dhe them shpesh në këtë të gjuhës së trupit, është e faktuar tashmë, nëse ne si prind arrim të lexojmë si baballar, fëmijët tan kemi 4 deri në 7 vatra për analizimin e gjuhës së trupit, gratë kanë 14 deri në 17 vatra. Sepse edhe i ndezin gjitha. Të ndezura i kanë ato. Jo, gjitha, ne gjitha ndezura. Ne kemi 4-5, po mund të kemi fik në i thënë. Po, por ato kanë një gjë. E shikojnë fëmin beben e vogël, thotë diçka ka, diçka i dhëm. Për të ngrënë kanë ngrënë, për të pirë ka pirë, gjumë ka fjetur, diçka i dhëm. Ne të na i lësh atje, ku di qunça dhe ne qumshin në gojë, s'dim ne çfarë ti bëjmë. Ajo di. Domethënë, në dhuntit e saj, ajo di ta lexoj beben, jo më kur rritesh. Prandaj bota e ka ndarë shumë, gruaja thotë babait, gjej qumësh dhe ti e gjen, nuk ke nevojë. Por as i do instikti, shkojnë e gjen. Këtë se çka ka nuk e gjen kaq kollaj. Është natyra, por unë them mos i ndaj. Shiko, pak a shumë i përkas atyre që as nuk kërnohen për gjëra që nuk di të bëj, as kërnohen për gjëra që di të bëj. As nuk i ndaj me qëllim që kjo i përket gruas apo kjo i përket burrit. Unë mendoj që njeriu duhet të bëj ato që ka aftësinë. Për shembull, mua më vjen keq që mamaja ime i përket atij brezi që nuk kam mësuar të gatuaj. Do doja që fëmijët mi dinin të gatuanin. Ne i përkasim brezave të ndryshëm, duhet të përshtatemi me këtë gjë se duhet të lexojmë kohën që jemi. Ka ca gjëra të cilat unë mendoj që i prish emërtimi, kur ti thua që unë nuk e bëj këtë se unë jam burri, apo ti do ta bësh patjetër se je gruaja. Unë them që duhet ta bëj këtë se di ta bëj. Ose nuk e bëj se nuk di ta bëj. Pra, në këtë lloj sensi mendoj që shumë mund të ndihmojmë me fëmijët kur u drejtohemi atyre për t'i thënë që këtë duhet ta bësh sepse kjo është një gjë që të përket ty. Edhe mendoj ky është raporti i shembullit në një sistem fort dhe duam s'duam, thash që
mua më jep leksione edhe i mbir i vogël, sidomos dhe i madhi, po i vogël më jep leksione se më kthehet me shënime shumë të forta me gjërat që kam bërë unë. Dhe është një lloj pasqyre që edhe më vjen ta përqafoj, edhe më vjen të zemrohem, sepse më jep të dyja njëkohësisht me të njëjtat lëvizje, por duhet ndihmë të lexojmë. Ne rritemi bashkë me to. Të pyetjen e fundit që duhet të drejtoj. A duhet të qellojmë fëmijët? Kur bëjnë gabim? Mosha të vogla, nuk po flas tani 22, 23. Ja, të vogla. Shiko, vjen një moment kur Nuk po flas për ndëshkim. shiko, vjen një moment që kur din i ndajnë këto gjëra dhe kanë reagim krejt ndryshe, ti do të ulesh të thuash që tani ne do bëjmë marrëveshje. Nuk kam më dorë. Nuk kam nga këta që them që ua, çka ke bërë ti. Ata nga këta prindë që lëvdohen kot se kanë prekur kur me dorë. Ne na kanë rrahur, s'na ka gjetur si gjë, domethënë nga kjo pikë. Ja, më na kanë rënë flokët, po letë tash s'na kanë bërë. Po flokët na kanë rënë se nga flokët na kanë kap mamat. Baba, shikoj, ja, dalin në pa këto. Dalin në pa. Si thoshe, domethënë është një foto që gjithmonë e kujtoj lotrën që luante mamaja dhe është një shapkë që shapka gjigante, që ka rritur breza. Po. Edhe dakord, ndryshojnë kohët, por them që nuk është ky puritanizmi i madh, unë nuk e prek me dorë, unë nuk e bëj, domethënë këto gjëra ato. Rëndësi ka që qëllimi jot është ta bësh njëri. Unë nuk them që bëhet përmes drurit, përmes frikës. Po unë them që ne gjithë kemi nevojë për këtë raportin e ndalesës në ndëshkimin, sidomos kur je fëmijë që nuk e di ku ndalon. Pastaj nuk dim ku ndalojnë. Edhe ne ndodhemi edhe në një grac. Kur vjen për drurin duhet të dim ku ndalon. Aha. Ta lëm këtu te druri? Dhe mos ta kemi qëllim, domethënë Jo. Shiko, se më thotë në një debat të tillë me një mik në ky, edhe ishte ideja që kishte goditur djalin dhe po ishte shqetësuar se unë nuk mendoj që ka ndonjë prind që është shumë i qetë kur. Edhe dikush tjetër i thotë, "Ç'e bën këtë?" Filloi e vurin atë cedër i tha. O zoti, nuk thash që e kapa fëmin edhe i rash me kokë kështu edhe për plasat e murit. Ja. E godita kështu domethënë me, kështu që mos më bësi armik, sikur e bëra jam unë ai që i bëra shatrapi. Po, i bëra boks. Thjesht domethënë e godita kështu në mënyrë tillë për ta kritikuar. Nuk pata qëllim ta vras. Sigurisht. Pra në këtë pikë kjo ideja e të kritikuar e tyre që ti e bën ti se bën për mua nuk besoj se asnjë nga ne nuk mund pretendoj që e do fëmijën e dikujt tjetër më shumë se sa që do prindi vet. Sigurisht. Kështu që ideja që ti ke gabuar, është të marrin të analizojnë në kanalet televizive, është një hipokrizie, sepse jam i bindur që edhe për shembull unë jam kundër atyre që kur ndodh kjo në shtëpi që vinë më i marr ata, se janë fund fare. Kurse që ta marrin, nuk do e doj kurrë më shumë se prindi fëmijë. Po, nuk do e doj kurrë. Unë them që ne kemi nevojë të domosdoshme që bashkëbisedim i fortë, po patë dashurinë mes, fëmijët nuk e mbajnë mend të gjë asnjëherë. Gjimi, unë të falenderoj shumë që të kisha këtu në këtë podcast. Besoj se dhe ata që na ndjekin do. Po, ne kisha kënaqësi të flisja me ty domethënë dhe që një bisedë që ne e folëm kështu dhe unë e kisha menduar në fakt që se do flisja ai ditë, do flisja me fonin pikërisht për ca gjëra që mendoj që për ty janë shqetësim, për mua janë shqetësim dhe që edhe pse nga larg duket sikur kemi patur të njëjtin rrugtim për ca gjëra që na shqetësojnë për këtë raport me fëmijët. Ti që e ndjek për ditë, e shikon për ditë, e transmeton për ditë dhe unë bashkë me ty domethënë në krahun tjetër dhe mendoj që duhet bëjmë më shumë dhe duhet bëjmë një apel shumë fort që prindërit duhet gjejnë rrugë që të flasin me fëmijët e tyre. Vetëm kjo, domethënë të ndërtojnë ura jo mure. Ashtu po e lëm, duke ndërtuar ura. Mirë që këto po japim fund këtij podcastit me mikun tim me Gimin dhe duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju ftoj në podcastet të tjera dhe deri në podcastin tjetër, mirë takofshim.